Egli Tako ka dhënë deklaratën e parë pas përfundimit të Big Brother VIP 4 për eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ajo është shprehur se nuk e kishte menduar që do të arrinte deri në finale, por e konsideron eksperiencën e ëndrave pjesëmarrje në program. Sa i përket Gjestit, Egli u shpreh se marrëdhënia me të brenda shtëpisë kanë pasur shumë dinamik që ka treguar disa anë të saj. Surprizë, sfidë, ëndër, të treja në një. Nuk e prisja finalen. Për shumë arsye nuk e kam pritur. Më është dhënë një shpërblim i ndjerë kur është thirrur emri im. I kisha humbur shpresat deri në momentin që është thirrur emri im. Aty kam kuptuar që e kam fituar gjën time, që në momentin që arrita të shkoj në finale, pa luajtur asnjë ditë në Big Brother VIP. Egli në këtë Big Brother VIP ka arritur të tregojë të gjitha ngjyrat e veta dhe të fitojë njerëzit e vërtet që dinë se çfarë është emocioni të jetosh, dashurosh dhe zihesh, ashtu siç është jeta në të vërtetë. Egli është falënderuese ndaj Zotit, familjes, Top Channel dhe publikut të madh që e kam ndjerë deri në palës mbështetjen e tyre. Nuk mund të lë pa përmendur edhe Gjestin, pasi mirë apo keq, e gjithë ajo dinamik nxori shumë anë të mijat. Presim shumë muzikë dhe asnjëherë larg botës së televizionit që është kaq e bukur, tha Egli. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.